Ka njerëz që janë me partner prej vitesh dhe nuk din akoma nëse janë në vendin e duhur. Kjo pasiguri vetë është informacion, por sot do të jap 3 shenja konkrete. Shenja, jo ndjenja. Shenja e parë, ndihen qetësi pranë ti ose saj, jo eksitimi vazhdueshëm. Qetësi. Shumë njerëz e ngatrojnë ankthin me dashuri. Zemra që rrah fort kur nuk e di nëse do të shkruaj, nuk është dashuri, është ankth. Dashuria e vërtet ndihet si me këtë person jam i sigurt, jam unë vetë. Nëse çdo ditë je në tension, pyet e veten, pse? Shenja e dytë, ai ose ajo të sheh, jo vetëm të dëshiron. Di çfarë të bën të lumtur, kujton gjërat e vogla që ke thënë. Kur je i trishtuar, e vore pa e thënë ti. Njerëzit që duan vetëm prezencën tënde fizike, ose statusin, ose sigurinë financiare, nuk të shohin ty. Shohin çfarë u jep ti. Dallimi midis të dashuruarit dhe të dëshiruarit është ky. Njëri sheh kush je, tjetri sheh çfarë ke. Shenja e tretë, dhe kjo është e rrallë, pranë ti ose saj, bëhesh person më i mirë. Jo se të kërkon të ndryshosh, por se të frymëzon të rritesh. Nëse partneri yt të bën të ndihesh i vogël, i pamjaftueshëm, i pasigurt, gjithmonë fajtor, ajo nuk është dashuri, është kontroll. Partneri i duhur nuk të plotson, të amplikon. Nëse doni të kuptoni si të hiqni kodet e vjetra që ju bllokojnë edhe në dashuri, edhe në para, trajmimet falas, direkt në bio. Në videon tjetër, do të flasim për diçka akoma më të vështirë. Si të shërohesh nga plagët e vjetra, para se të dashurosh sërish. Sepse dashuria e re mbi plagë të vjetra, shpesh riprodhon të njëjtën dhimbje.